Territori shqiptar për datën 22 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme duke sjellë mod të lagësh me reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga shira të her pas hershme në ulësirën perëndimore dhe qendrore, ndërsa pasditja vijon me reshje në zonat lindore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell për shkak të vranësirave të dendura. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 22 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 22 janar do të jetë rreth orës 6:54 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:51 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 9 gradë Celsius. Kukës 2 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë 7 deri në 11 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 12 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 11 gradë Celsius. Elbasan 6 deri në 10 gradë Celsius. Berat 7 deri në 12 gradë Celsius. Korçë -2 deri në 4 gradë Celsius. Vlorë 8 deri në 12 gradë Celsius. Gjirokastër 5 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 14 gradë Celsius.